Mirëmbrëma dhe përshëndetje të gjithëve. Mirë se keni ardhur. Të nderuar bashkombës, të nderuar miq, të ftuar dhe pjesëmarrës. Është gëzim dhe kënaqësi e veçantë t'ju përshëndes në këtë summit të 4 të diasporës tonë. Në këtë summit ku familja shqiptare sot mblidhet sërish pas një rrugtimi një vjeçar. Një rrugtim që dëshmon vullnetin e palëkundur për ta kthyer bashkëpunimin ton në një projekt afatgjatë shtetëror. Summiti i diasporës zhvillohet në një moment kyç. Kur më parë kaq afër antarësimit në Bashkimin Evropian, Shqipëria ndodhet në një fazë të rëndësishme të këtij procesi. Në këtë rrugtim, diaspora shqiptare është e pazëvendësueshme. Ajo nuk është thjesht një pjesë e historisë sonë, por forca që përcakton se sa larg mund të shkojmë si kombë. Ajo duhet të jetë pjesë e mënyrës se si mendojmë për shtetin, për shoqërinë dhe për të ardhmen. Shqipëria dhe shqiptaria nuk mbaron aty ku mbarojnë kufijtë tanë. Ajo është një zemër që rre kudo ku ka një shqiptar. Kur flasim për diasporën sot, nuk flasim më vetëm për nostalgji, për mall apo për numra. Flasim për ndikim global. Shqiptarët janë aty, nga majat e inteligjencës artificiale, tek institucionet ndërkombëtare, tek auditorët e universiteteve më të mira, te sipërmarrjet e suksesshme, te sallat e operacionit, te fushat e sportit dhe skenat e artit. Diaspora jon nuk përfaqëson vetëm një histori suksesi individual. Ju jeni fuqia dhe forca jonë. Ju jeni ambasadorët tanë më të mirë, që kontribuoni pa urdhër, por me krenari. Por ky potencial i madh i juaj duhet shfrytzuar. Për vite me radhë, lidhja mes shtetit dhe diasporës ka qenë më shumë emocionale se sa strategjike. Më shumë fjalë se sa veprime konkrete, më shumë festime se sa plane reale. Koha e atij modeli ka mbaruar. Sot jemi në një hap tjetër, në një marrëdhënie të re, me një kontratë të re, një kontratë ku diaspora nuk shihet më si burim remitancash, por si partner i vërtet zhvillimi, ku shteti nuk kërkon vetëm kontribut, por hap dyrë dhe krijon mundësi reale, ku lidhja nuk është vetëm e zemrës, por edhe e mendjes, e ekonomisë, edhe e së ardhmes tonë të përbashkët. Dhe ky summit është pikërisht për këtë kalim. Për këtë kalim nga pyetja se çfarë mund të bëjë diaspora për Shqipërinë, tek pyetja çfarë mund të bëjmë së bashku. Për dekada, diaspora ka qenë mushkëri ekonomike. Faljush, shumë familje janë mbështetur financiarisht dhe kanë ecur përpara. Por mendoj se koha e transfertave vetëm për konsum po mbyllet. Summiti synon dhe synimi ynë është që t'i kthejmë kursimet tuaja në kapital zhvillimi, në investime reale në energji, turizëm, bujqësi, teknologji dhe ide të reja. Duam që diaspora jon të jetë partnere e së ardhmes së Shqipërisë, që të investoni mendjen dhe kapitalin tuaj këtu, në vendin tuaj. Por partneriteti kërkon angazhim, kërkon edhe përfaqësim. Tashmë, e drejta e votës nuk është më një premtim, është një realitet. Shqiptarët jashtë vendit votojnë dhe zgjedhin përfaqësuesit e tyre. Ndërsa shohim drejt vitit 2030, objektivit strategjik të antarësimit tonë në Bashkimin Evropian, nuk duhet të harrojmë busollën tonë, identitetin tonë kombëtar. Bota arbëreshe është dëshmia e gjallë se identiteti shqiptar i mbijeton shekujve, edhe kur është larg atdeut. Por sot sfidat janë të tjera. Prandaj duhet investojmë më shumë në gjuhën shqipe, në arsim, në rrjete profesionale dhe në qendra kulturore në botë, që brezat e rinj të mos e trashëgojnë Shqipërinë si një kujtim të largët, por si një lidhje të gjallë dhe të fortë. Të nderuar bashkombës,
Historia jonë ka qenë shpesh histori largimesh, e ardhmja jonë duhet të jetë histori lidhjesh. Një komb i vogël në hartë, por i madh në glob, nuk e ka luksin të jetë i ndarë. Dhe sfida jonë e përbashkët nuk është vetëm të flasim për diasporën, por ta bëjmë diasporën, ta bëjmë atë pjesë organike të sistemit tonë. Në rrugën tonë drejt Europës, diaspora shqiptare është zëri ynë më i besuar, përfaqësuesi i diplomacisë publike. Në ekonomi, ju jeni ura jonë me botën. Në dije, shkencë, kërkim dhe zhvillim, ju jeni burimi ynë më i çmuar. Vendi ynë ka një pasuri që shumë vende e ndrojnë, një diasporë të gjallë, të talentuar e të suksesshme. Tani është momenti ta kthejmë këtë pasuri në një strategji që jep rezultate konkrete. Prandaj, ju ftoj me zemër, mos e shihni Shqipërinë vetëm si vendin nga keni ikur. Shiheni atë si vendin ku mund të lini gjurmë të përhershme. Ne nuk po ndërtojmë këtu një shtëpi të re vetëm për veten tonë. Po ndërtojmë shtëpinë tonë të përbashkët. Ju nuk jeni të ftuar këtu. Ju jeni në shtëpinë tuaj, mirë se erdhët në shtëpi, punë të marë samitit, shumë faleminderit.